Të dashur miq, përshëndetje, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do të flasim për besnikërinë. Ti je besnik deri në fund. Libri i Zbulesës, kapitulli 2, vargu i 10, thotë: "I besnik deri në vdekje dhe do të jap kurorën e jetës." Natyrisht që nuk është një varg nga Bibla për fillimin e jetës krishtere, por për vijimin e saj. Krishti nuk na premton një rrugë të lehtë, por një kurorë. Dhe ajo u jepet jo atyre që nisin fort, me shpejtësi, me entuziazëm, por atyre që qëndrojnë besnik deri në fund. Një nga figurat më prekse të kishës së hershme është Polikarpi i Smirnës, peshkopi i Smirnës dhe dishepulli i apostullit Gjon. Në moshë shumë të thyer, ai arrestohet dhe u çua përpara autoriteteve romake. Autoritetet i thonë: "Mohoje Krishtin dhe do të jetosh." Përgjigjja e Polikarpit ishte e thjeshtë por tronditse. 86 vjet i kam shërbyer dhe ai nuk më ka bërë asnjë të keqe. Si mund ta mohoj mbretin tim? Polikarpi digjet i gjallë. Ai nuk fitoi sepse ishte i fortë fizikisht, por sepse ishte besnik deri në fund. Ai nuk kërkoi shpëtim të përkohshëm, por luftoi për kurorën e përjetshme. Martirët e kishës krishtere nuk ishin njerëz që e donin dhimbjen, ata ishin njerëz që e donin Krishtin, e donin jetën, por Krishtin më shumë se gjithçka. Së pari më lejoni t'ju them që besimi nuk është një garë 100 metrash, por është një maraton e gjatë. Shumë e nisin rrugën me zjarr, me entuziazëm, por lodhen në mes të saj. Bibla na thret jo vetëm që të besojmë, por të qëndrojmë. Qëndrueshmëria është shenja e pjekurisë shpirtërore. Së dyti, qëndrueshmëria është prova e vërtetë e besnikërisë. Besnikëria nuk provohet kur gjithçka shkon mirë, por kur besimi ka një çmim, refuzimin, vuajtjen, humbjen. Pikërisht aty dallohet dishepulli i vërtet nga pesha e kryqit që mban çdo ditë. Së treti, shpërblimi i vërtet nuk jepet nga kjo botë. Martirët, heronjtë e besimit, humbën gjithçka sipas standardeve të kësaj bote, por fituan gjithçka sipas standardeve të Perëndisë. Kurora që Jezusi premton nuk vyshket, nuk humbet dhe nuk merret dot nga askush. Një vrapues nuk fitoi sepse ishte më i shpejti në fillim, por sepse nuk u ndal në fund. Shumë e nisin garën me entuziazëm, por vetëm ata që përballojnë dhimbjen, lodhjen, vuajtjen, vetmin, do të marrin çmimin final. Kështu është edhe besimi. Fitoria është për ata që e mbarojnë garën dhe e çojnë atë deri në fund. Dhe aty në fund pret shpërblyesi, Zoti i cili ka në duart e tij kurorën e jetës. Pyetja që un kam për ju sot janë pikërisht këto. Apo vazhdoj besnikërisht edhe kur jam i lodhur shpirtërisht, mendërisht, emocionalisht? A jam duke kërkuar rehati dhe komoditet, apo po luftoj për të marrë kurorën që nuk fishket? Kujto sot bashkë me mua pse e nise këtë rrugë dhe kush të thirrri në të? Zoti, Perëndia i cili premton shpëtimin. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Atë qiellor, vi përpara teje duke kërkuar një besim që nuk shuhet me kohën, një zemër që nuk dorëzohet përballë sfidave dhe sprovave dhe një shpresë që shikon përtej vdekjes. Më mbaj besnik deri në fund që të mund të marr kurorën e jetës. Atë i dashur, bekoj miqtë e mi, burra dhe gra, të cilët nga dita në ditë bëhen akoma më të shumt në ndjekjen e këtyre mesazheve nga 3 minuta. Bekoj ata dhe familjet e tyre dhe na jep forcë që jemi të qëndrueshëm në besim. Në emrin e Jezusit ne lutemi, amen dhe amen. Miq, Zoti ju bekoft pafund gjatë kësaj dite. Miru takofshim nesër në Të jetosh besimin. Me zi pres.